تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, gjithë lavdia I takon vetëm Allahut, atë lavdrojmë dhe falenderojmë, dhe shprehim lavdi, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe kë devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e Tij dhe të gjithë shokët e Tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, Ti je I lartësuar dhe I pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë posa sa që na ke mësuar Ti, në të vërtetë Ti je I gjithdituri, I urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë e dobishme në dunja dhe në ahiret, na përmirëso gjendjen tonë tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me leximin e librit Al-Adabul Mufrad të autorit imami muhaddithëve Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, I cili ka lindur në vitin 194 dhe ka vdekur në vitin 256. Allahu e mëshiroft dhe e falt atë, na falt ne, prindrit tanë, mësuesit tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit. Te libri jemi te tema që e ka titulluar autori rahimahullah Babul Ikha, dhe më thonë temë që ka të bëjë me vllazërimin. Ka thonë حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين ابن مسعود والزبير. dhe më thonë, pra thot Anas bin Malik radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka vllazëruar Abdullah ibn Mas'udin dhe Zubair ibn Awam radhiyallahu anhum ajma'in. Pashtu në hadithin tjetër ka thënë Imam Bukhari rahimahullah حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري التي بالمدينة. Thotë Anas bin Malik radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka lidhur, do të thonë, në aleancë ose I ka vllazëruar Quraysh dhe Ansart në shtëpinë time në Medinë. Do të thonë Quraysh që kanë ardhur nga Mekka dhe Ansart e Medinës I ka bërë vëllezër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e Anas ibn Malikut radhiyallahu anhu në Medinë. Kjo temë që ka të bëjë me vllazërimin, do të thonë duhet ta kuptojmë fillimisht se Islami I ka bërë muslimanët vëllezër. Dhe ka thënë Allahu subhanahu wa taala fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Do të thonë me dhuntinë e Allahut ju u bët vëllezër. Dhe ka thënë Allahu subhanahu wa taala innamal mu'minuna ikhwa. Do të thonë besimtarët janë vëllezër. Prandaj kjo vllazëri është vllazëria e përgjithshme që vlen për të gjithë muslimanët. Do thotë me të cilët na bashkon dhe na vllazëron besimi që e ka sjellë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, besimi I pastër, dhe na vllazëron dhe bashkon morali I lartë I Islamit, dhe na vllazëron dhe na bashkon praktika, domethënë e përditshme, praktikimi I fesë, domethënë me namazin, me agjerimin, me haxhin dhe me të gjitha shtyllat dhe obligimet e fesë. Domethënë në këto aspekte të gjithë muslimanët janë vëllezër, pa përjashtim. Domethënë kjo është vllazëria e përgjithshme. Dhe kjo vllazëri duhet të ruhet.
edhe të kultivohet. Si na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Do thot, nuk është besimtar njeriu përderisa nuk ja do vllajt vet atë mirë që e do për veten e tij. Do thot, muslimani duhet ta ketë edukat dhe këtë përmirësim të zemrës që t'i llogaris muslimanët vëllezër, dhe prandaj të dëshiroj që të gjitha ata të arri ajo e mirë që dëshiron të arri të vetja e tij, edhe të familja e tij dhe të fëmijët e tij. Do të thonë, ta dëshiroj për secilin prej muslimanëve atë që e do për veten e tij. Edhe dëshira më e madhe që dëshiron besimtari është të arrijë në xhennet. Edhe prandaj duhet të dëshiroj edhe për të tjerët. Dhe për të arritur në xhennet ka rrugë dhe ka vepra. Prandaj dëshiron besimtari që të arrijë rruga e drejtë, udhëzimi i saktë, fjala e Allahut, fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kuptimi i sahabeve, do të thënë të arritë secili musliman, t'ia dojë të mirën secilit edhe të përpiqet për këtë mirë. Edhe të dojë që të jetë i mbrojtur secili musliman prej të keqes, që do edhe ai të jetë i mbrojtur. Edhe më e rëndësishmja prej gjithave është e keqja e devijimit, edhe shkuarja në rrugën e shirkut ose bidatit edhe mëkateve kështu me radhë. Do të thonë, secili musliman duhet ta dëshirojë për musliman tjerë që mos i arrijë ky dëm, edhe kjo e keqe, që nuk do të arrijë te vetja e tij. Sepse përfundimi i këtyre të këqijave është e keqja më e madhe, është hyrja në xhehenem, në dënimin e Allahut, dhe muslimani duhet të dëshirojë që kjo mos i ndodhë askujt prej muslimanëve. Pastaj edhe për çështje tjera prej të mirave të dunjas, siç ka qef që vetë njeriu të jetë i qetë në shtëpinë e tij dhe në familjen e tij, edhe mos ketë shqetësime nga fqinjet për shembull. Të njëjtën e dëshiron edhe për të tjerët, edhe dëshiron edhe për të tjerët që mos flitet për nderin e tyre, si nuk dëshiron njeriu të flitet keq për nderin e tij. Edhe prej përfitimeve dunjas dhe çdo gjë, domethënë ta dëshiroj për vëllezrit, domethënë në hadith është shprehur hatta yuhibba li akhihi, domethënë derisa ta dëshiroj për vllajën e tij. Domethënë secilin vëlla që është në fenë e Allahut, domethënë me të cilin e bashkon akidja e saktë, besimi që e ka sjellë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe që e kanë përcjellur sahabët e tij radhiyallahu anhum, dhe si tham praktika e saktë sipas asaj që e ka zbatuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fenë dhe sahabët e tij deri në ditën e sotme dhe deri në ditën e gjykimit, derisa të urdhërojë Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra kjo është vëllazëria e përgjithshme që përmendin dietarët. Do të thonë, kjo është e barabartë për të gjithë. Por këtu është përmendur në këto dy transmetime, është përmendur një vëllazëri e veçantë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medine, kur kanë ardhur muhaxhirët në Medine, i ka bërë vëllezër secilin prej muhaxhirëve, prej mekasve, me një nga ensart, nga banorët e Medines, i ka bërë vëllezër. Edhe kanë pasur të drejtat dhe obligimet e plota të vëllazërisë vërtet. Edhe janë trashëguar, nëse njëri ka vdekur më përpara, më thënë ka trashëguar tjetri, siç trashëgohen vëllezërit mes veti. Mirë po kjo pastaj është abroguar, edhe nuk lejohet më vonë, domethënë, sepse Allahu subhanahu wa taala i ka caktuar domethënë trashëgimin në mënyrë të përpikt për secilin. Edhe ka thënë wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah, dhe ata që kanë lidhje familjare, domethënë lidhje gjaku, janë më parsor për njëri tjetrin, siç është në librin e Allahut, është sqaruar domethënë në librin e Allahut. Inna Allaha bi kulli shay'in alim, dhe se Allahu është i gjithdijshëm për çdo gjë. Dhe kështu Allahu i ka caktuar edhe shkaqet e trashëgimisë, domethënë që janë gjaku, lidhja e gjakut, edhe lidhja e martesës.
dhe lidhja martësore, do të thonë dhe lidhja me çlirim të robit, do të thonë që ka ekzistuar, do thotë këto janë shkaqe pse mund të trashëgoj dikush prej njëri tjetrit. Kurse kjo vllazërimi me njëri që nuk e lidh diçka prej këtyre trijave, domethënë është abroguar. Pra këtu ku thotë Enesi radhiyallahu anhu për këto vllazërime, domethënë ka për qëllim këtë vllazërinë e veçantë. Përndryshe kuptohet se të gjithë sahabët e kanë llogaritur njëri tjetrin vëllezër, domethënë sipas ajeteve dhe haditheve që u përmendën. Por tani a ka vllazëri të veçantë? Domethënë kemi vllazëri të përgjithshme, që është njësoj për gjithë muslimanët, dhe vllazëri, a ekziston vllazëri e veçantë? Padyshim se ka vllazërim të veçantë, por jo me kuptimin e normave ligjore, domethënë trashëgim e kështu me radhë, por në dashuri të veçantë mes antarëve të shoqërisë islame. Domethënë dashuri të veçantë se njeriu e do dikant për hir të Allahut, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e do vetëm për hir të Allahut, vetëm për Allahun e lartësuar. Dhe ajo çka do të thonë, kur shet dikush që ka besim të saktë, akide të drejtë dhe ka devotshmëri, do të thonë kujdes për zbatimin e adhurimit, ka kujdes për kërkimin e diturisë, ka kujdes që ta përhapë, do të thonë, të vërtetën dhe të bëjë dobi të tjerëve. Do thotë këto janë shkaqe që ta shtojnë dashurinë e imanit, do të thonë dashuri e bazuar në iman, që është për hir të Allahut, jo për ndonjë interes të dunjas ose familjar ose interes, do të thonë, të përfitimeve të dunjas, por vetëm për shkak të këtyre që janë afrim te Allahu subhanahu wa ta'ala. Se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Do të thonë 7 veta Allahu i fut në hijen e tij ditën kur s'ka hije tjetër përveç hijes së tij. Dhe këta 7 veta janë el-imamul adil, do të thonë prisi i drejt ose udhëheqësi i drejt. Wa shabun nasha'a fi ibadati rabbih. Edhe një i ri që nga rinia rritet dhe piqet, do të thonë, me adhurim ndaj Allahut. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Edhe një njeri që e ka zemrën të lidhur me xhamit. Wa rajulani tahabba fillah. Edhe 2 veta që duhen për Allahun. Ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi. Që bashkohen për këtë dashuri për Allahun dhe ndahen për këtë dashuri për Allahun. Wa rajulun talabathu imra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafu Allah. Edhe një ri, do të thonë, të cilin e thret një grua që është me pozit, me, do të thonë, fuqi dhe bukuri. Do të thonë që ka pozit ose pasuri ose, do të thonë, pushtet dhe ka bukuri. Edhe ai thot, unë i friksohem Allahut. Wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Edhe një njeri që jep sadaka dhe fshe atë aq shumë sa që dora e majt nuk e di se çka ka dhënë dora e djathtë. Wa rajulun dhakara Allah khalian fafadat aynahu. Edhe një njeri që e përmend Allahun kur është në vetmi, edhe i rrjedhin syt me lot, do të thonë nga madhrimi ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, pra kur është në vetmi. Ky është hadith muttafaqun alayhi, do të thonë që transmetojnë Buhariu dhe Muslimi. Pra këtu përmendet 2 njerëz që e duan njëri tjetrin vetëm për Allahun. Do të thënë jo për ndonjë interes të dunjas, as për ndonjë lidhje të dunjas, por vetëm për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe bashkohen për këtë dashuri. Do të thënë aty ku kërkon kjo dashuria për hir të Allahut, që të jenë bashk dhe të veprojnë bashkarisht, atëherë takohen dhe bashkohen. Ku duhet dhe ky bashkim nuk është, do të thonë, vazhdimsi në ëndje. Do thotë që
Por kur kërkon kjo dashuria ndaj Allahut, gjithashtu largohen, domethënë shkojnë secili aty ku e kënaq Allahun subhanahu wa taala dhe prap bashkohen për këtë dashuri e kështu me radhë, domethënë jo për diçka tjetër, po për të bashkëpunuar në devotshmëri dhe bamirësi. Wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa. Domethënë bashkëpunoni ose ndihmoni me njëri tjetrin për bamirësi dhe devotshmëri. Wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Edhe mos u ndihmoni për bërjen e mëkateve dhe për armiqësi ose padrejtësi. Pra kjo është ajo dashuri që sjell frytet mira dhe sjell bereqetet shumëta në shoqëri edhe për vetë njeriu. Edhe në ditën e gjykimit, domethënë këta njerëz janë më të veçuarit. Edhe në hadith tjetër ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu thret në ditën e gjykimit "Aina al-mutahabbuna bi jalali". Domethënë ku janë ata që duheshin me njëri tjetrin për madhrinë time. Domethënë që dashuria ka qenë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Edhe thot "El-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli". Domethënë sot i fus në "El-yawma udhilluhum fi dhilli". Domethënë sot i fus në hijen time në këtë ditë kur nuk ka hije tjetër përveç hijes sime. Dhe kur njeriu e do njeriu me të vërtetë vetëm për Allahun, jo për diçka tjetër, duhet t'i tregoj, edhe t'i thot të du për hir të Allahut. Dhe kjo dashuri, domethënë patjetër duhet të sjell rezultate, siç ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, krijesa më e vlefshme e Allahut. I ka thënë Muadh ibn Jabalit radhiyallahu anhu. I ka thënë ja Muadh, inni uhibbuk. Domethënë Muadh, unë ty të dua. Edhe kjo domethënë tregon vlerë të madhe të Muadh ibn Jabalit, domethënë pikërisht për këto që i përmendëm më herët, se ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam besim të saktë, tek ai vepra të mira, interesim për diturinë, edhe për përhapjen e diturisë. Edhe ka thënë që nuk ka njeri që më së miri e një halalin dhe haramin, se sa Muadh ibn Jabal. Prandaj ka thënë inni uhibbuk, pra unë të dua. Dhe kjo dashuri, siç tham, duhet të sjellë rezultat të mirë. Domethënë që është të dëshirosh të arrijë mira atë që dëshiron për vete, edhe të ruhet prej asaj të keqe që dëshiron edhe ti të ruhesh. Edhe prandaj ka thënë do t'i mësoj disa fjalë që lutje, domethënë që me to të lutesh në fund të çdo herë, në secilit namaz, domethënë në fund të secilit namaz. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Domethënë Allah, ndihmo të adhuroj, të përmend dhe në mënyrën më të bukur të adhuroj. Pra, kjo është kërkesë që vazhdimisht njeriu duhet t'i lutet Allahu subhanahu wa taala për ndihmë, domethënë në adhurimin dhe përmendjen e Allahut subhanahu wa taala dhe falënderimin ndaj tij. Pra, gjithashtu këtu pam në këtë hadith, prej dobive të këtij hadithi është se ka përmendur Enes ibn Malik se kjo ka ndodhur në shtëpinë e tij, ka thënë në shtëpinë time në Medinë, edhe kjo është përmendja e dhuntive të Allahut. Do të thonë një emir që ja ka dhuruar Allahu dikujt, mirë është ta përmend nëse nuk ka rrezik që bie në vetpëlqim ose mendjemadhësi, edhe mburrje me të para të tjerëve. Por përmendja e të mirave të Allahut është e duhur, domethënë që njeriu ta ketë parasysh më shumë falënderimin ndaj Allahut subhanahu wa taala, si do të shohim edhe në hadithet e tjera. Pastaj në temën tjetër ka thënë Imam Buhari rahimahullah, bab la hilfa fil islam. Domethënë kjo temë thot nuk ka lidhje të aleancave në islam. Nuk ka, domethënë lidhje të aleancave në islam. Ka thënë Imam Buhari rahimahullah, haddathana Khalid ibn Makhlad
قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح على درج الكعبة. Pra thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur pas çlirimit të Mekkës është ulur te shkallët e Ka'bës. فحمد الله وأثنى عليه e ka falendëruar, e ka lavdëruar Allahun dhe i ka shprehur lavdi Allahut subhanahu wa ta'ala. Thumma qal, pastaj ka thënë, men kana lahu hilfun fil jahiliya lam yazidhu al-islamu illa shidda. Do thot, ka thënë kush ka pasur ndonjë lidhje aleance në xahiliet, Islami vetëm e ka përforcuar më shumë. Wala hijrata ba'da al-fath. Edhe nuk ka hijret pas këtij çlirimit të Mekkës, domethënë. Këtu në titull thot nuk ka aleancë ose lidhje të aleancave në Islam. Kurse hadithin kush ka pasur hilf, domethënë lidhje, aleate në xahiliet, Islami vetëm e ka përforcu. Çka do thot? Në tjetër transmetim hadithi fillon se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la hilfa fil islam. Do të thonë nuk ka hilf, pra lidhje aleance. Kjo sepse në kohën e xahilietit kur familjet kanë pasur ndonjë problem ose sulm nga dikush, kanë lidh aleanca me familjet të tjera ose fiset të tjera, kanë bërë një grup të përbashkët aleancë që të mbrohen ose të luftojnë tjetrin. Dhe ndonjëherë këto aleanca kanë qenë për çështje të ndaluara. Do të thënë kanë bën aleancë për shembull që janë marrë vesh disa familje ose disa fise, shembull që ti sulmojnë udhëtarët që kalojnë aty dhe të marrin pasurinë dhe të ndajnë mes veti në mënyrë të barabartë. Shembull, do të thënë, edhe ose ka pasur aleanca për punë të mira. Do të thënë, siç është hilful fudul që e kemi përmendur më herët, ose hilful mutayyibin. Do të thënë, ata që kanë lidhur marrëveshje që ta ndihmojnë secilin që i bëhet padrejtësi në Mekë, qoftë prej banorëve të Mekës ose prej musafirëve në Mekë. Do të thënë, nëse ndodh që dikujt i bëhet ndonjë padrejtësi, atëherë ka pasur një aleancë disa familjeve të fuqishme që i kanë dalë në mbrojtje. Do të thënë, ka qenë kështu, ka pasur dy lloje dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la hilfa fil islam. Nuk ka, do të thënë, aleanca të tilla nuk lejohen të bëhen në Islam. Dhe ajo që ka qenë xahiliet, që ka qenë e mirë, Islami më shumë e ka përforcu. Do të thonë, nuk ka nevojë të ketë aleancë, duhet të gjithë muslimanët me një zë të jenë kundër padrejtësisë, do të thonë edhe ta mbrojnë të dobtin për shembull ose të ndihmojnë të varfërve. Do të thonë, s'ka nevojë të lidhen grupe edhe të bëhen si parti. Pra, të gjithë muslimanët, Islami vetëm e ka përforcu të mirën. Edhe vetëm ka urdhëruar edhe më shumë që të bëhet. Kurse ajo aleancë që ka qenë për padrejtësi ose për punë të këqija, domethënë ato i ka anulu Islami. Prandaj në Islam më nuk ka aleancë. Qëllimi i këtij hadithi, wallahu a'lam. Pastaj ka thonë wala hijrata ba'da al-fath. Dhe nuk ka hijret më pas çlirimit. Domethënë është për qëllim nuk ka hijret nga Mekka për në Medinë, ose shpërngulje nga Mekka nuk ka më pas këtij çlirimi, sepse shpërngulja, hijreti është obligim kur një vend është vend i kufrit, para se të çlirohet. Nëse e çlirojnë muslimanët, atëherë nuk ka më hijret prej atij vendi. Dhe hijreti është obligim prej vendit kufrit në vendin e Islamit, prej vendit të mëkateve, për shembull në vendin e praktikimit të fesë, prej vendit ku janë të përhapur habitatet në vendin e sunetit. Do të thënë, çdo herë është i ligjshëm. Ky lloj hijreti çdo herë është i ligjshëm. Mirë, po nëse ka qenë obligim prej një vendi, pastaj ai vend është çliruar me udhëzim, me islam, me sunet, atëherë nuk ka hijret më prej atij vendi, nuk vazhdon, domethënë, ky adhurim. Domethënë, kjo hijreti para çlirimit, ata musliman që janë në atë vend,
të kufrit ose bidatit ose padrejtësisë ose pjesë mëkateve, para çlirimit, dietarët i kanë ndarë në 3 grupe, sipas argumenteve, ndahen në 3 lloje. Ka njeri musliman, vendin e kufrit, që ka mundësi të shpërngulet dhe nuk mund ta zbatoj fenë aty, nuk mund ta shfaqe fenë ose nuk mund t'i kryej obligimet që i ka. Atëherë, çka është hijreti për ta? Obligim, që ka mundësi dhe ka mundësi të shpërngulet, edhe ka pengesa për zbatimin e fesë, atëherë ka obligim të menjëhershëm. Një grupi i dytë, njerëzit që kanë mundësi të shpërngulen, por nuk kanë pengesa për zbatimin e fesë. Atëherë, çka është hijreti për ta? Është i preferuar. Nëse mund ta zbatoj fenë plotësisht dhe ka ndonjë dobi në qëndrimin aty, atëherë ndryshon çështja, mirëpo në përgjithësi për atë preferohet të shpërngulet te muslimanët, sepse sidoqoftë me këtë e ndihmon Islamin, i përforcon muslimanët, e shton numrin e besimtarëve që zbatojnë, fenë si duhet. Thotë këto janë kërkesa sheriatike, që muslimanët bashkohen bashkarisht në një vend edhe të bëhen më të fuqishëm. Dhe lloji i tretë janë ata të cilët nuk kanë mundësi të shpërngulen, për shembull është i smur, nuk mund të udhtoj, ose i verbër, për shembull, dhe nuk ka kush ta udhëheq, ose është grua që nuk, ose fëmijë, i ka përmendur Allahu subhanahu wa taala, që janë të paaft të orientohen, që dalin nga i vend dhe të shkojnë në vendin e muslimanëve, atëherë këta janë të justifikuar. Por duhet ta bëjnë maksimumin. Prap duhet përpiqen me çdo gjë të gjejnë, ndonjë shkak, ndonjë shoqërues, ndonjë udhëzues, në një mënyrë, gjejnë që të largohen nga ai vend, por derisa ta gjejnë këtë mundësi, janë të justifikuar dhe nuk kanë mëkat. Edhe Allahu subhanahu wa taala ka thënë në surën Nisa, innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum, ata të cilëve melajket u marrin shpirtin. Në gjendje që ata janë duke i bërë padrejtësi vetvetes, dhe padrejtësia këtu është se kanë qenë në Mekke, nuk kanë bërë hijret ata. Kur ja kanë marrë melajket shpirtrat atyre, në këtë gjendje që ata kanë qenë të padrejtë ndaj vetes së tyre, edhe u thonë me lajket, fime kuntum, do më thonë ku ishit, ose në çfarë gjendje ishit, pra cili është justifikimi juaj, që nuk jeni shpërngull, nuk keni bërë hijret, qalu kunna mustad'afina fil ard. Ata thonë, ne ishim të shtypur. Do të thonë na kanë detyruar mosbesimtarët që mos e kryejmë një obligim ose të bëjmë ndonjë punë të keqe, na kanë detyruar, kemi qenë dobët dhe me lajket, pra nuk ka pranon Allahu subhanahu wa taala këtë arsyetim. Pra u thonë atyre me lajket, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. A nuk ishte toka Allahut e gjerë, pra që të bëni hijret në të shpërnguleni. Fa ulaika ma'wahum jahannam. Do të thonë vendi i tyre është xhehenemi, wa sa'at masira. Edhe ky është përfundimi i keq. Ka thënë illa al-mustad'afina min ar-rijali wan-nisa'i wal-wildan. Do të thonë përveç atyre që janë të dobët, të paaft, prej burrave ose grave ose fëmijëve, la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila, që nuk kanë fuqi, domethënë për shpërngulje, edhe nuk mund ta udhëzohen, domethënë nuk mund ta gjejnë rrugën, nëse del, sidomos në atë kohë, do thotë nëse del prej Mekës në shkretir, ata nuk e dinë më rrugën nga të shkojnë. Edhe kush ka udhëtu në për ato vende, duhet ta ketë parasysh këta, se si ka qenë udhëtimi në për shkretir, pa rrugë të caktuara, pa shenja rrugëve kështu me radhë. Pra ata kanë qenë të justifikuar, sepse nuk kanë mund ta gjejnë rrugën, edhe kanë qenë të dobët, nuk kanë pas fuqi ose pasuri. Fa ulaika asa Allahu an ya'fu anhum. Do të thonë atyre Allahu do t'u afal. Pra janë të justifikuar, wa kana Allahu afuwan ghafura. Dhe Allahu është falës i madh
dhe i falë shumë gjunahet. Pra këto, nëse njeriu është, besoj u sqarun këto llojet e njerëzve që janë vendet e kufrit. Gjithashtu kanë përmendur dietarët edhe udhtimin vendet e kufrit, po ashtu është haram, përveç për shkaqe sheriatike. Domethënë siç është udhtim, domethënë është për qëllim qëndrimi i përkohshëm, që njeriu të shkojë në ato vende për kryerjen e një pune ose një detyre dhe pastaj që të kthehet, domethënë për një periudhë të caktuar, derisa kryhet ajo, siç është ndonjë tregti për shembull, ose ndonjë punë që i nevojitet, ose për shembull shërim që nuk mund ta gjejnë në vendet e muslimanëve, ndonjë ilaç edhe duhet të shkojë patjetër, ose për dawa, domethënë thirrja e mosbesimtarëve në Islam nuk ka mundësi të bëhet dikun tjetër përveç se te vendi i tyre, që të thirren ata në Islam. Pra mund të shkoj, të udhtoj për një periudhë kohore të kufizuar, edhe të kthehet te vendi i muslimanëve. Kurse ata që shkojnë për lukset e dunjas edhe për të mirat e dunjas, do të thonë nuk janë prej atyre që hynë në këto justifikime dhe lejime. Edhe aq më pak ata që shkojnë për shkaqe politike, do të thonë bëjnë kryengritje që është në kundërshtim me sheriatin në vendet e muslimanëve, edhe pastaj shpërngulen në vendet e kufrit, edhe qëndrojnë aty, do të thonë për shkak të dëshirës së tyre për të arritur në pushtet. Edhe atëherë janë të persekutuar në shtetin e muslimanëve dhe ikin në vendet e kufrit, edhe mendojnë se kjo është justifikim, kurse mund ta merrni shembull më të dukshëm, Imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, i cili ka qenë i persekutuar dhe i burgosur edhe i rrahur edhe deri para vdekjes, do të thënë është sjell në gjendje para vdekjes, për shkak jo për rebelim ose për qëllime dunjas, po për mbrojtje të akides. Pse ka thonë Kurani është fjala e Allahut, nuk është i krijuar, vetëm për këtë shkak. Jo se ka nxit kundër pushtetit ose ka bërë aktivitete ose as që ka fol një fjalë të keqe kundër pushtetarëve. Mirë po ka qenë i shtypur. Nuk e ka gjetur këtë si shkak justifikues që të shpërngulet nga shteti islam në shtetet e kufrit. Kurse tash këta, siç janë kokat e Ikhwanul Muslimin, do të thonë shpërngulen në vendet e kufrit, edhe thonë se ka padrejtësi në vendet tona, edhe prej atje flasin se si duhet të veprojnë muslimanët edhe si duhet të shpartallojnë, do të thonë, shtetet e tyre dhe të shkatrojnë ushtrinë e muslimanëve, edhe pretendojnë se me këtë duan, do të thonë, ta sjellin sheriatin, duke e kundërshtuar sheriatin, pra dukshëm. Po, në temën tjetër, thot autori Imam Bukhari, rahimahullah, babu men istantara fi awwalil matar. Do të thonë, kjo është një temë tjetër që thot kërkimi i bereqetit ose lagja e trupit me fillimin e shiut, me pikat e para të shiut. Kur fillon rënia e shiut, ka thonë pra Imam Bukhari rahimahullah, حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مطر فحسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه عنه حتى أصابه المطر. Domethënë, thotë Anas ibn Malik, ishim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe filloi të bjerë shi. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zbuloi rrobën e tij dhe domethënë t'i bin pikat e shiut në trup. Qulna lima fa'alta? Tham pse e bëre këtë? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam li'annahu hadithu ahdin bi rabbih. Ka thënë se është i ri, domethënë, ose porsa i ndar prej Zotit subhanahu wa ta'ala. Pra ky hadith ka përfitime të shumta gjithashtu. Njëherë fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është hadithu ahdin, domethënë hadithu ahd bi kadha, thuhet, domethënë dikush që deri rishtas ka qenë me
me atë çështje, për shembull kur thuhet është i përsa ardhur për shembull nga ky vend ose i përsa larguar nga filani, do të thonë është hadithu ahd, do të thonë ka frikë takimin me të. Për qëllim është se ajo është diçka që përsa e ka kriju Allahu subhanahu wa taala dhe ka urdhëruar që të zbresë. Do të thonë këto pika të shiut, pra Allahu tani shpejt i ka urdhëruar edhe i ka autorizuar me lajket që ta zbresin, pasi ka Allahu subhanahu wa taala me lajket veçantë për zbritjen e shiut dhe përgjegjësi prej me lajkeve është Mikaili alayhi salatu wassalam, që është përgjegjës do të thonë për zbritjen e shiut dhe për çështjen e bimëve. Do të thonë ky shi është që tani Allahu e ka urdhëruar të zbresë, edhe është freskët, do të thonë, me fjalën e Allahut. Edhe prandaj ka bereqet në ta. Thotë ky është kuptimi i fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë këtë veprim. E ka zbulu kokën edhe supet dhe gjoksin që të bien fillimi i shiut të bjerë në trup për përfitim të bereqetit. Edhe për pasi është ai bereqetshëm me fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Disa prej dobive që kanë përmendur nga ky hadith është një se sahabët, do të thonë, shumë kanë qenë të kujdesshëm që të jenë vazhdimisht me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kanë qëndru afër, kanë shoqëruar që në shumicën e gjendjeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka pas prej sahabeve afër tij. Edhe prandaj është transmetuar çdo gjë. Dhe kjo, do thotë, është padyshim prej argumenteve madhështore të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të sirja e tij, jetë përshkrimi i tij, biografia e tij është argument. Vetëm jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është argument se ai është i dërguari i Allahut. Sepse nuk ka, nëse kishte qenë ashtu si akuzojnë mosbesimtarët, kriminal, do të thonë ato akuza që ja bëjnë, nuk ka mundësi njeriu do të thënë në këtë mënyrë të fshihet, ku nuk ka situatë për cilën dikush nuk ka qenë dëshmitar. Çdo herë, prej sahabeve besimtar, të devotshëm, të mençur, me pjekuri, do thotë që nuk krahasohen, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeri, edhe ka pasur edhe jetë private. Por edhe në jetën private ka pas shumë gra që vazhdimisht kanë qenë afër edhe prandaj prej urtësive. Këto e kemi përmendur edhe tjetër herë, po s'ka problem të përsëritet. E dim se prej grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka pas që kanë qenë bija të armiqve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe gra gjithashtu që kanë pasur pozita, do të thënë baballarët e tyre kanë qenë të fuqishëm, si Ebu Bekri radhiyallahu anhu, Omeri radhiyallahu anhu, do të thënë njerëz që do të thënë nuk luhet me ta. Do të thënë njerëz të fuqishëm, me mendje të fuqishme, me dinjitet, edhe pastaj armiq, do të thënë e bija e Ebu Sufjanit, do të thënë në atë kohë kur Ebu Sufjani ka qenë armik i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe gjithashtu bija e udhëheqësit çifutëve, gjithashtu. Do të thënë ka pasur dëshmitar të lloj-llojshëm dhe të shumt për secilën imësi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A mund të jetë, yerhamkallah, a mund të jetë që e mëson dikush tjetër edhe të fshihet nga këto, do të thonë, kjo është e pamundshme. A mund të jetë magjistar, si kanë thënë, se është sahir, kur ka qenë i veçuar ose i fshehur që të bëjë magji ose diçka tillë, edhe për tjerat mos flasim. Do të thonë, pra kjo është prej argumenteve të pejgamberllokut të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra sahabët kanë qenë të pandashëm prej tij. Tjetër dobi prej këtij hadithi është se edhe shikoj ky hadith si tregon dashurinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të gjithashtu të pakrahasueshme ndaj Allahut subhanahu wa taala. Do të thënë lidhja e fuqishme dhe dashuria e madhe
e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për Allahun dhe të ka dashur gjithashtu ta preke trupin e tij, ajo pika e shiut që tani ka ardhur fjala e Allahut me urdhër për të zbritur ai shi. Do thënë, pasi kjo është lidhja më e afërt, do thënë, me Allahun subhanahu wa taala, do thënë në secilin moment është treguar dashuria dhe përullësia dhe frika e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndaj Allahut subhanahu wa taala në secilin çast. Pra, një njeri i mençur prej beduinëve e ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kush i ka krijuar këto qiete, kodrat e kështu me radhë, ka thonë Allahu. Atëherë, kjo ka qenë mjaftueshme që besoj, prandaj ka thonë të përbetoj në Allahun që i ka krijuar qiejt dhe tokën edhe malet, a Allahut ka dërguar, më thënë si pejgamber, ka thonë wallahi po, do më thënë pasha këtë Allah që e besoj unë edhe ti, Allahun ka dërgu. Do më thënë edhe kjo ka qenë mjaftueshme, do më thënë kur shihet ky njeri sallallahu alaihi wasallam që e ka këtë dashuri ndaj Allahut edhe këtë madhrim ndaj Allahut edhe këtë ruajtje të uhidit, do të thënë nuk ka lejuar as një fjalë me thonë njeriu si do Allahu dhe ti. Me një herë ka qërtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë madhrimi dhe veçim për Allahun subhanahu wa taala. Dhe do thotë dhe ky njeri që deri në moshën 40 vjeçare askush nuk i ka shënuar asnjë gënjeshtër, do thënë si ka thënë edhe Hirakli, s'mundet që ai njeri asnjëherë s'ka gënjur për dikant tjetër, gënjeshtra e parë në jetën e tij tjetë për Allahun subhanahu wa taala. Do të thënë, pra këto janë argumente mjaftueshme për atë që ka mend. Tjetër çka përfitojmë nga ky hadith, do të thënë pra ligjshmëria për të pyetur për çështjet e fesë, për secilën çështje, domethënë që ta kuptoj njeriu, a është kjo obligim ose e preferuar, ose është ndaluar, ose mekruh e urryer, do thotë që të di ta zbatoj njeriu. Do thotë kanë pa një veprim sahabët e kanë pyetur pse e bën. Menjëherë se a ka qenë ajo ndoshta çështje personale, freskim ose apo është ibadet. Edhe kur e kanë pa se është prej ibadetit, menjëherë sahabët e kanë zbatuar. Pra, nga kjo kuptohet, e marrim se është e preferuar, është e pëlqyer, dhe që kur fillojnë pikat e para të shiut, njeriu t'i zbuloj supet, ose gjoksin, ose kam, do më thonë, t'i zbuloj ato pjesë trupit që nuk janë auret, që të përfitoj prej bereqetit të shiut. Tjetër, gjithashtu se shiu është mëshirë nga Allahu subhanahu wa taala. Ka thënë Allahu e ka quajtur shiun mëshirë, pra undhuru ila athari rahmeti rabb. Si ka thënë në ajet, pra shikoni gjurmët e mëshirës së Zotit tuaj, ose mëshirës Allahut. Do të thënë kur bin bimët e kështu me radhë, është prej kësaj mëshire që e ka dërguar Allahu subhanahu wa taala. Edhe prandaj njeriu nxiton që edhe me bë dua kur fillon shiu, sepse fillon zbritja e mëshirës, edhe prezantimi me lajkeve, edhe se është i përsandar nga Allahu, do të thënë nga urdhri i Allahut, edhe nga do të thënë fjala e Allahut. Pra me gjitha këto, prandaj njeriu e kërkon mëshirën dhe bereqetin nga Allahu subhanahu wa taala. Një temë tjetër, kemi kohë. Në temë tjetër, thot Imam Bukhari rahimahullah, babu innal ghanama baraka. Thot gjithashtu, tema tjetër, dhënt janë bereqet. Ka thonë, حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن حميد بن مالك بن خثيم أنه قال كنت جالسا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق. ثوت transmeton Humeid ibn Malik ibn Khuthaim, thot isha ulur me Ebu Hurajran radhiyallahu anhu në tokën e tij në Aqiq, që është në Medinë, Wadi al-Aqiq,
do të thonë është një lugin ose shtrat lumi që fillon nga kodra e Uhudit dhe mbaron deri në fund të Medinës, do të thonë përreth Medinës deri te Mikati, ku është sot Dhul Hulejfa. Thotë kjo quhet Wadi al-Aqiq. Pra shtrat lumi, se kur bie shi, ujrat që mblidhen nga kodra e Uhudit, do të thonë bëhet lumi i madh, i fuqishëm dhe mbaron deri në fund të Medinës. Në atë rajon ka pasur Ebu Hurera një tokë, edhe thot isha ullur aty me Ebu Hurerën. Thot fa atahu qaumun min ahli al-Medina ala dawab. Erdhën disa njerëz prej banorëve të Medinës, hipur në kafshët e tyre, fa nazalu, edhe zbritën. Atëherë ka thënë Ebu Hurera radhiyallahu anhu, idhhab ila ummi wa qul laha, ka thënë Humejdit, pra shkote në naime, thuj asaj djali yt të çon selam, edhe thot na jep të ham diçka, ushqim. Edhe thot shkova dhe ajo nana e Ebu Hurerës radhiyallahu anhuma i ka dhënë 3 buk, do më thonë, ose 3 peta të elbit, pak vaj, ulliri, edhe pak krip në një pjatë. Atëherë, thot i mora mbi kokë, do më thonë ato, i qova deri te Ebu Hurera, dhe kur i vura para tyre, Ebu Hurera radhiyallahu anhu ka thënë Allahu Akbar, do më thonë, edhe ka thënë Alhamdulillahi alladhi ashba'ana min al-khubzi ba'da an lam yakun ta'amuna illa al-aswadan. Pra thot Allahu, do të thënë Allahu Akbar është formë e falënderimit, madhrim për Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe ka thënë lavdi Allahut që na ngopi me bukë, pasi nuk kishim tjetër ushqim përveç se 2 zeza, i thon, uji dhe hurma. At-tamr wal ma. Do të thënë kemi ngrënë vetëm hurma dhe vetëm ujë kemi pas për të pi përpara. Kurse tani kemi edhe bukë elbi. Do thotë kjo ka qenë falënderim i madh edhe mirënjohje, edhe kanë llogaritur dhunti të madhe. Edhe pastaj thot për këta njerëzit që ishin nuk hangrën asgjë. Pastaj kur u largun, më tha Ebu Hurera, jebne akhi, o biri vllajt tim, ahsin ila ghanamik. Do të thonë, ka thënë kujdesu mirë për dhentet tua. Do të thënë kjo është një rast, pastaj ajo që është tema, është fjala e Ebu Hurerës, si ka thënë e ka këshillu këtë njeri, i ka thënë ahsin ila ghanamik. Do të thënë bëju mirë dhenve, ose kujdesu mirë për dhentet tua, wamsah ar-rughama anha, edhe pastroj, gjithashtu pastroj dhent. Do të fjala rugham, do të thonë ka 2 kuptime, ose është me fetha, rugham, që do të thonë ato që i dalin dhenve prej hunde. Do të thonë edini kur ka ndonjë smundje ose kështu. Pra i ka thënë ti pastroj, ose rugham, që do të thonë dheun edhe papastërtitë që ngjiten në trupin e deles, do të thonë, i ka thënë pastroj, pra bëju mirë, pastroj ato, wa atib murahaha, edhe bëja vendin e mirë ku do të flen, wa salli fi nahiyatiha, edhe mund të falesh brenda në atë vend, do të thonë ku flen vend, fa innaha min dawabil janna, sepse ato janë prej kafshëve të xhenetit, ose prej bagëtive të xhenetit, janë vend. Walladhi nafsi bi yadihi, dhe ka thonë pashat në dorën e të cilit është shpirti im, pra janë betuesi, siç e kanë dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë lejushiku an ya'tiya 'ala an-nasi zamanun takunu thallatu min al-ghanami ahabba ila sahibiha min dari Marwan. Ka thënë do të vi një kohë së shpejti ku të ketë një kopet vogël dhenve, njeriu do të jetë më e dashur për të se ta ketë pallatin e Marwanit. Do të thonë Marwan ibn Hakem, që ka qenë khalife i muslimanëve në Damask, do të thonë kanë pasur pallate të mëdha e kështu me radhë. Pra nuk do t'i dëshiroj njeriu këto
pallatet edhe qytetet e kështu, por më shumë do të ketë dëshirë të ketë një kopet vogël të dhenve. Pra, me këtë fjalë Abu Huraira radhiyallahu anhu tregon se dhënt janë të bereqetshme dhe ka mirësi dhe përfitime të shumta prej tyre dhe janë prej kafshëve të xhenetit. Edhe tregon se do thotë në kohën e fundit do ta shohin njerëzit se më mirë është me pas dhënë se këto pasuri tjera pas të cilave vrapojnë domethënë kohën tonë shumë. Edhe gjithashtu tregohet se bamirësia është obligim ndaj secilit, edhe ndaj kafshëve. Pra nëse Allahu të ka bërë përgjegjës për dikant ose për diçka, duhet atë përgjegjësi ta kryesh në mënyrën më të mirë. Do të thënë edhe përgjegjësia ndaj deleve ose qoftë edhe diçka më e vogël, do të thënë është obligim që njeriu ta kryejë në mënyrën e duhur ose e le atë përgjegjësi, do të thënë edhe përgjegjësia në punë, edhe përgjegjësia për familjen gjithashtu, do të thënë të gjitha ato duhet njeriu t'i kryejë në mënyrën më të mirë. Pra e ka urdhëruar që të kujdeset për mos i lër ashtu sikur janë të bu smundjet të ato ose nuk janë të kullotura mirë, pra ti pastrosh, t'ja bësh vendin e mirë. Po ashtu është me rëndësi të kuptohet se vendi ku flen dhënt, do të thonë është i pastër për tu falur në të. Kështu që urina dhe jashtëqitjet e dhënve nuk janë pa pastërti që është obligim të pastrohet. Pra edhe nëse janë rroba ose te vendi ku falesh, do të thonë nuk është pengesë për ta falur namazin aty. Pastaj në temën tjetër thot el-ibilu izzun li ahliha. Do të thonë krenari ose mburrje për pronarët e tyre. Ka thënë حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ka thënë pra po ashtu nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë Ra'sul kufri nahwa al-mashriq. Koka e kufrit është nga lindja, vjen nga lindja. Wal fakhru wal khuyala'u fi ahli al-khayl wal ibil. Kjo krenaria dhe mendemadhësia ose mburrja dhe mendemadhësia është ata poseduesit e kuajve dhe deveve. Wal faddadina ahli al-wabar, edhe gjithashtu te ata që do të thonë kanë fusa dhe shumë bagti edhe shumë bërtasin, do ta sqarojmë kjo. Was sakinatu fi ahli al-ghanam, kurse qetësia, modestia dhe maturia, do të thonë është ata që kanë dhën ose ata që kujdesen për dhënt. Do të thonë këtu një herë ka thënë ra'sul kufri nahwa al-mashriq. Do të thënë koka e kufrit është në lindje dhe komentimet e sahabeve, tabinëve, kështu me radhë dhe gjeneratave tjera është se për qëllim është Iraku dhe Iraku, do të thënë, dhe çka kanë lindjet e Irakut, që sot është Irani dhe ato vende. Pra kjo është lindja e kadishullit arabik, edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se koka e kufrit vjen prej atje, sepse në atë kohë ka qenë Persia, do thotë shteti i fuqishëm në lindjet e arabëve. Edhe disa vise të gadishullit arabik kanë qenë nën pushtetin e Persisë. Edhe persianët, do të thonë, kanë qenë më këmbgulës, edhe nuk e kanë pranuar Islamin. Mirë, po gjithashtu kjo është paralajmërim edhe për në të ardhmen, kanë hadithe tjera se fitnet vinë prej aty, do të thonë, devijimet, bidatet, edhe fitnet e shumta që i kanë ardhur në përgjithësi umetit, kanë ardhur nga ai drejtim. Edhe kjo është gjithashtu prej argumenteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka treguar për diçka që nuk ka ndodhur, që ka ndodhur në të ardhmen. Do të thonë për diçka në të ardhmen dhe ka ndodhur ashtu si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi devijimet e shumta kufri, do të thonë prej atyre që pretendojnë se janë musliman, edhe kanë kufriate të shumta dhe devijime dhe sekte, do të thonë ato e kanë preardhën nga ai rajon, Iraku dhe lindja e Irakut.
Pastaj në lidhje me këtë temën që po flasim, do të thonë ka thonë mburrja dhe mendjemadhësia janë te ata njerëz që ruajnë kuaj dhe deve. Se kanë thënë dietar që shikoni se si ndikon shoqëria, do të thonë nëse shikon edhe kalin edhe deven, do të thonë duket sikur e mbajnë kokën lart edhe si ecin si me mendjemadhësi. Edhe kjo ndikon në natyrën e njerëzit. Edhe gjithashtu janë kafshë të fuqishme të vrazhda e kështu me radhë dhe e bën njeriu më të vrazhd. Edhe është pasuri e madhe, po ashtu, që shkakton mendjemadhësi edhe do të thënë këto aspekte, do thotë shoqërim te shumica e njerëzve. Përveç atë që e ka mëshiruar Allahun, pra e ka mëshiruar Allahu subhanahu wa taala. Pra nuk do të thonë se është haram ruajtja e deveve dhe kuajve, mirë po në shumicën e rasteve mendjemadhësia është këta njerëz. Dhe feddadin ehlil weber, dhe ata që jetojnë, do të thënë ehlul weber, do thot ata që jetojnë nëpër tenda, nëpër shkretir, do të thënë kanë ashpërsi. Edhe feddadin, do të thënë që vazhdimisht bërtasin, për shembull kanë shumë deve, ju bërtasin deveve ose kanë fushat e gjera, edhe vazhdimisht flasin me zot lart, do të thënë kanë një lloj ashpërsie edhe mendjemadhësi. Edhe ngritja e zërit, do të thënë nuk është prej cilësive të besimtarit për ulur dhe modest. Was-sakinatu, kurse sakine, do të thënë qetësi dhe përfshin kuptimin e qetësisë, përulësisë dhe modestisë. Edhe maturi, do të thënë, është te ata që merren me dhen. Do të thënë kjo është, po ashtu kanë përmendur se delen nëse shoqërohesh vazhdimisht me dhen, ata vazhdimisht kokën e mbajnë te poshtë, do të thënë, edhe e bën njeriu që ndikojnë në natyrën e tij, mos jetë mendjemadh. Edhe po ashtu pasuria, kjo pasuri, do të thënë nuk duket si shkak për të rritur mendja. Do të thënë një njeri që ka 100 deve ose 100 kuaj, edhe një njeri që ka 100 dele, do të thënë kuptohet se më shumë mburren me këtë pasurinë e kafshëve të mëdha. Edhe kjo prandaj sjell që ata barind e dhenve, barind shqip vetëm ati që ruan dhen, i thuhet apo? Kurse për lo, po se ka tjetë, po. Vetëm barid, do të thonë, barind kanë zakonisht më shumë modesti, edhe nuk bërtasin shumë, gjithashtu janë më të qetë. Pastaj thot Imam Bukhari rahimahullah thot حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن عمارة ابن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شكرا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سكاثان عجبت للكلاب والشاء دمثان اتشديتشمه është gjendja me qentë dhe me dhënt. إن الشاء يذبح منها في السنة كذا وكذا. Domethën dele therrën brenda vitit kaq e kaq. Domethën shumë, se të gjithë e dim. Pra me miliona, miliarda therrën brenda vitit dele. Wa yuhda kadha wa kadha ose jepen pra hedi, domethën në haxh, pra bëhen hedi gjithashtu me miliona në haxh. Kurse delja sa lind brenda vitit 1 ose rrallë herë 2 qengja. Apo më shumë? Ha? Se dikun kishte se ka 3 herë në vit, po nuk e diun, nuk pjell delja më shumë se 1 herë. 2 herë po? Brenda vitit? Okej, mirë. Do më thonë 2 herë brenda vitit nga 1 qengj ose nga 2 maksimum. Apo? Kurse qeni, do më thonë pjell 6, 8, 10 ka shumë. Edhe nuk therën, nuk bëhen kurban e kështu me radhë. Mirë po thot washa akthar minha. Kurse delet janë më shumë. Do të thonë çdo herë ka më shumë. Pra me këtë shikimin materialist, do të thonë vetëm me matematikë dhe me shkencë nëse llogarit, nuk është e mundshme të ketë dele çdo herë më shumë. Do të thonë nga 1 në vit ose nga 2 në vit ose 4 maksimum. Dhe kjo është shumë e rrallë 4, edhe 2 është e rrallë,
Kurse therrja është pra ngrënia e deleve edhe për kurban, edhe në haxh, edhe për t'i ngrënë gjatë vitit, po edhe i ha ujku e kështu me radhë, më thënë shumë. Megjithatë, kjo tregon çka do thotë bereqeti. Çka do të thonë, prandaj duhet t'i lutemi Allahut të kemi bereqet në pasuri, jo shifra të mëdha të pasurisë. Më thënë të ketë bereqet. Pra kjo është bereqeti i deles që e ka beku Allahu dhe është kafshë e pastër dhe prej saj përfiton njeriu. Bereqetet janë shumëta. Do të thonë edhe vishet, edhe ushqehet, edhe pi prej deles. Edhe ka mundësi gjithashtu me leshin e deles, ka mundësi edhe e bën tendën për shembull minimumin. Pra gjitha këto i përfiton nga delja, kurse nga qeni përfiton vetëm fllitësi, do të thënë edhe sjellje të keqe. Prandaj ai nuk ka bereqet, edhe pse ka shumë pjellë kështu me radhë, por nuk ka bereqet në ta. Kështu me të vërtet duhet ta kuptojë njeriu çka do thotë që ti kërkoj Allahut bereqet, të ketë mirësi dhe përfitim nga pasuria që e ka. Sepse ka njerëz që kanë miliona dhe nuk kanë bereqet në to, nuk përfitojnë lumturi të kësaj jete, as për ahiret nuk përfitojnë asgjë. Edhe ka njerëz që kanë shumë pak, mirë po kanë lumturi, bereqet, mirësi në vetët e tyre, në familjet e tyre. Edhe përfitojnë, edhe japin, do të thonë, japin shumë në rrugën e Allahut. Kanë shumë pak, mirë po japin shumë. Edhe ka njerëz që kanë shumë dhe nuk mund të nxirret prej tyre asnjë grimc. Pastaj thot Imam Bukhari, haddathana Qabisa, qala haddathana Wahb ibn Ismail, an Muhammad ibn Qais, an Abi Hind al-Hamdani, an Abi Dhabyan, qala li Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Pra ky Abu Dhabyan transmeton, thot se ka thënë Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ja Aba Dhabyan, kam ata'uk, ka thënë Abu Dhabyan, sa t'japim ty, do të thonë shteti, sa t'jep? Ka thonë 1500, 2500. Ka thonë, ja Aba Dhabyan, ittakhidh min al-harthi was-sabya min qabli an taliyakum ghilmatu Quraysh. Ka thonë, merr, do të thonë fillo me punu tokën dhe bagti, merr, do të thonë tokë dhe bagti, para se t'ju vinë një grupi njerëzve prej Qurayshve, do të thonë të vinë pushtetar ata, la yu'addu al-ata'u ma'ahum malan, kur dhënia atyre nuk do të llogaritet pasuri. Me të vërtetë kjo fjala e Omerit radhiyallahu anhu me të vërtetë është e çuditshme. Se shikoj një herë kjo ndihma sociale që ka dhënë Omeri radhiyallahu anhu, nuk është ndihmë sociale, secilit njeri i ka dhënë. Edhe 2500 më e pakta që mund të jetë, se nuk e gjeta që janë ato 2500, mund të jenë monedha argjendi, do të thonë 2500 brenda vitit, ka marrë nga shteti. Ose ndoshta edhe të aurit, dinar, ose dirhem ose dinar. 2500, do të thonë që është pasuri jo e vogël, sidomos edhe në atë kohë, pra u ka dhënë shteti të gjithë qytetarëve të vet, ka dhënë Omeri radhiyallahu anhu. Dhe kjo pasuri ka pasur gjithashtu bereqet. Dhe prandaj ka thonë, me këto që po i merr nga shteti, fillo me punu diçka. Do të thonë fillo bën tokë dhe bagti, sepse do të vijë një kohë ku do të keni pushtetar të padrejtë që ose do t'ju paksojnë këtë ndihmën, ose do t'ja ndërprejnë, nuk i japin. Ose edhe nëse i japin do të jetë, do të thonë la yu'addu al-ata'u ma'ahum malan. Do të thonë ato që do t'ja japin nuk do të llogaritet pasuri. Do të thonë sot kjo ndihma që ta jep shteti, ajo llogaritet varfëri, jo pasuri. Edhe dobësi. Prandaj vrapo tani edhe mundohu, do të thonë që të fitosh vetë. Për këtë kemi folë edhe tjera herë, edhe ky është rasti. Pra Islami e nxit njeriu që vetë ta fitojë rrezikun e vet, edhe jo të presën nga të tjerët. Dhe shikoni mëshirën dhe drejtësinë e pushtetarëve musliman, do të thënë i ka dhënë, por edhe
e ka këshillu, domethënë që e ka këshillu për atë që është më e mirë. Pra nuk ja ka ndërprer atë dhënien, por e ka këshillu që me këtë të cilën ja jep shteti, thotë të angazhohet për zgjerim të punës edhe pasurisë së tij, edhe jo të presë vazhdimisht vetëm nga shteti. Sepse do të vijë një kohë ku me të vërtet, pra si u tha edhe më herët, njeriu më shumë do të dëshirojë të ketë disa dele, më mirë se sa të ketë pallate e kështu me radhë, por edhe kohra kur përhapet padrejtësia dhe keqja, edhe nuk bën asnjë dobi ajo që ta jep shteti. Pa marrë parasysh edhe nëse ka shtete që japin sasi të mëdha, japin shumë, edhe kjo i ka mashtruar shumë prej muslimanëve që të jetojnë në ato shtete, nuk llogaritet ajo pasuri. Llogaritet se gjithmonë je i varur prej tyre, edhe gjithashtu është në çmim për muslimanin që të presen nga mosbesimtarët që t'i japin lëmosh, domethënë. Dhe në hadithin e fundit ka thënë Imam Bukhari rahimahullah, حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت عبده بن حزن يقول ثوت është transmetuar nga Abde ibn Hazn radhiyallahu anhu. Kjo është një prej atyre që ka mendime ndryshme të dietarët, është prej sahabeve ose jo. Më saktë është se është prej sahabeve. Abde ibn Hazn ka thënë tafakhara ahlul ibli wa ashabu ash-sha'i faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Domethënë kanë filluar të përmendin ata pronarët e deveve edhe pronarët e dhenve të krenohen me njëri. Domethënë secili tregoj se më mirë është, më mirë jemi ne deveve, ai tjetri më mirë ne dhenve kështu me radhë. Dhe atëherë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bu'itha Musa wa huwa ra'i ghanam. Domethënë kur është dërguar Musa alayhis salam, ka qenë bari, kur i ka ardhur shpallja. Wa bu'itha Davud wa huwa ra'in. Edhe kur i ka ardhur shpallja Davudit alayhis salam, ka qenë bari. Wa bu'ithtu ana wa ana ar'a ghanaman li ahli bi ajyad. Edhe unë gjithashtu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jam dërguar, pra më ka ardhur shpallja kur kam qenë duke ruajtur dhënë të familjes sime në Ajyad. Pra edhe kjo tregon vlerën e dhenve, edhe se ato janë më të mirat prej bagtive. Edhe tregon se pejgamberët e Allahut, domethënë të gjithë kanë qenë, edhe kam tjetër transmetim, tjetër hadith, domethënë secili pejgamber i ka ruajtur dhënt, ka qenë bari. Dhe kanë përmendur për këtë disa dobi, domethënë disa urtësi. Pse Allahu subhanahu wa taala i ka sjell që pejgamberët e tij para se të bëhen pejgamber të ruajnë dhën një herë. Kanë përmend një numër të madh të dobive ose urtësive. Pra disa prej tyre janë se domethënë kjo është stërvitje për pejgamberët për menaxhimin e turmave, masave. Se dhënt, edhe është ajo që u përmend më herët, se të përfitojnë modesti më shumë, dhe jo, asnjë prej pejgamberëve nuk ka qenë që ka ruajtur kuaj ose deve, por kanë qenë që kanë ruajtur dhënë, domethënë që të kenë modesti, edhe mos jenë mendje mëdhenj para xhamatit, domethënë të tyre. Tjetër është se ruajtja e dhënëve kërkon më shumë mund, edhe mëshirë. Domethënë se dhënët janë dobta, edhe ai bariu më shumë i mëshiron, edhe kujdeset për to. Dhe kurse devet për shembull ose lopët janë më të fuqishme, edhe më pak kërkojnë, domethënë kujdes ose mbrojtje të tyre. Pra nëse sulmohen prej bishave, do thotë, prap ata dhënët janë më të dobta dhe më shumë kërkojnë për kujdesje dhe ruajtje, mbrojtje. Dhe gjithashtu
duhet kujdeset shumë bariu që mos humbin, se ato shumë lehtë mund të humbin edhe të ndahen, edhe nuk e gjejnë rrugën për të kthyer, që nuk është rasti me lopt për shembull, ose devet. Edhe prandaj kërkon më shumë përpjekje. Dhe si tham, do thot pasi janë më dobta, kërkon menaxhim dhe mëshirë për to. Do thënë që më shumë i dhimbsen bariu të dhënë sesa ati që i ruan lopt për shembull. Edhe gjitha këto kanë qenë stërvitje për pejgamberët që kështu të jenë për më vonë me menaxhimin e njerëzve, që të kujdesen, mos humbin rrugën, mos i haj ujku, domethënë mos i devijoj asnjë prej devijuesve. Edhe gjithashtu domethënë të kujdesen për to dhe të kenë mëshirë, edhe t'i ruajnë domethënë ashtu njerëzit, dhe kjo ka qenë rruga e pejgamberëve të Allahut. Dhe thot më i vlefshmi prej pejgamberëve, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu ka qenë para pejgamberllokut bari i dhënve. Edhe i ka ruajtur në Xhijad. A diti kush është Xhijad në Mekë? Mirë, tani e njohur është ai rajon, ha? Po, Xhijad. Do të thënë janë shkruajnë ato për xh. Po aty, do të thënë atë rajon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ruajtur vend. Është i njohur, është tani vetëm hotele për umrëxhit dhe haxhit. Lutim Allahun subhanahu wa taala që të na japë sukses të jemi në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam derisa të takohemi me ta në xhennet. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.